me seriozitetin maksimal është duke i bërë të gjitha përpjekjet e mundshme që vërtet vendi të mos shkojë edhe në një palë zgjedhje të panevojshme. Pikërisht për këtë çështje sot do është deklaruar deputeti Uk Rugova i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili ka bërë me dije se Lidhja Demokratike po përpiqet pra që të gjejë emra pra për president konsensual, por gjithashtu nga ana tjetër e opozitës ka dilema, mund të themi ka kritika që zotri Kurti nuk do t'i pranojë emrat që i propozon Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse synimi i tij është të shkojë në zgjedhje. Ju e dini që Lëvizja Vetëvendosje ka bërë një sër veprimesh në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje qysh në legislaturat e kaluara. Në këtë drejtim, ne kemi mrirë në pikën edhe ku kemi heqë dorë fare nga propozimi për emër për president. Juve ju kujtohet që Kryesia e Lëvizjes pa të marrë një vendim, të cilin sigurisht e kemi mbështetur dhe ne si grup parlamentar i Vetëvendosjes, që në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje të parakoshme, të panevojshme, të heqim dorë fare nga propozimi për president dhe opozita të propozojë 3 emra për të cilët ne pastaj si deputet në kuadër të mandatit tonë do të votonim në Kuvendin e Kosovës. Edhe ajo është refuzuar nga partitë opozitare. Unë mendoj që është krejt e qartë që Vetëvendosja në asnjë moment nuk ka synuar ta dërgojë vendin në zgjedhje. Dhe pikërisht prandaj ka bërë gjithë këto propozime dhe oferta opozitës në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje të panevojshme. Tani këto akuzat se Vetëvendosja i don zgjedhjet, unë mendoj që qytetarët i kanë kuptuar drejt, sepse mbështetja për Vetëvendosjen ka mbetë e njëjtë dhe në anën tjetër ne sigurisht që për neve kryesorja më rëndësishmja mbetet interesi i vendit dhe vërtet interesi i vendit nuk është që të shkojmë edhe në një palë zgjedhje të reja. Prandaj mbi cilësimet të cilat i kemi diskutuar me LDK-n, për të cilat jemi dakorduar, pra janë dakorduar përfaqësuesit tonë në këto bisedime, edhe emrat do të diskutohen edhe unë jam optimiste që mund të arrihet deri tek një emër i cili do të shënoj këtë konsenzusin e përbashkimit të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Meqense po thoni edhe jo, po e kanë deklaruar dhe liderët e partisë që ka optimizëm sa i përket